Përshëndetje, ja ku jemi prap në 111 koncept dhe kësaj here me Don Fino. Don Fizi, baby. Givenchy Parisi. Kjo të vjen direkt sa herë gjoj Don Fino. Don Fenom ju nis për zyrë sot me fol për idenë e klipit dhe përfundoni. Më futet në mikroboza çfarë është këtu. Ai të marr penga. Kam gjyq ke shumë lek. Kështu që pse jo. Jemi mbledhur për diskutuar videoklipin tënd që do xhirojmë këto ditë, që quhet Teka. Yes. Don Fino vjen si Don Fino, ashtu siç e kemi njohur në fillim me twerkeratin e vet që bëri namin atëre, edhe Teka është motra vogël e twerkeratit. Ashtu, ha? Janë prej një shtëpie, janë dy bija, Don prej zjarmi. Edhe Don Fino. Nga anglishtja amerikane është Don Fino. Nga anglishtja angleze është Don Fenom. Kurse shqiptarët s'kan ditë me thonë hiç, më kanë thirrë Don Penomi. Madje theksoj dhe ajo p-ja përpara Penomi. Mua më vjen aty shumë Don Fino. Po ju çoj pak këngën Teka, ka mendu Don Fino. Wepa, më në fund e gjeta, me një fund e geta, meze si raketa, i tash një ki teka, ama ti jap krejta. Nuk e di si dojnë femna dynjaja, ama unë e des për goca me bët maja, ama shumë maja, shumë maja, se të sot vjeqe, deri këtu se se përballoj do të nuk e di. Deri këtu se se përballoj do të Kanga Po? shpreh një enigma artistike nga ana mashkullore. Enigma artistike. Po. Është si me ta thonë, është një shprehje me poezi, ritëm edhe art. Edhe si e ke mendu këtë idenë tënde të famshme videoklipit se unë jap dorëheqje këtu? Unë jam me partinë e grave. Gjithmonë kam thonë, femnat e kanë drejtën, ata janë partia numër 1 në botë. Kështu që unë jam me partinë e femnave, edhe kam pas një ide, një koncept, që në një gjykat t'jenë gjitha femna në pozicion. Pra që do thotë, avukatja t'jenë femër, prokurore t'jenë femra, gjyqtarja femër, edhe mendoj që drejtësia mund të ecën më mirë. Pse jo? Jo. Rregull jeti. Nuk e besim ty të femra? Unë ja feministe theksuar. Po bravo, unë jam feminist. Thjesht po imagjinoja këtë lloj kënge, këtë lloj vibe, këtë lloj biti në një sallë gjykate. Në pjesën artistike, kam menduar që të shprehem sa ma bukur që ta kallëzojnë historinë ashtu si ekziston pakte në imagjinatët dhe trunin tem. Po shumica e njerëzve mendojnë ashtu si mendoj unë. Si mendon? Unë mendoj që edhe i burgosën i shkon në burg ma lehtë, nëse është gjyqtarja super seksi, thot hajt, ja vlen me shku në burg. A kupton? Nëse është avokatja shumë e bukur, është i lirshëm më vlla, thot kjo do më pështojnë mua, a kupton? Pra, forca, fuqia e femrës. Super ide me thënë drejtën, unë po qesh për super ide, shumë e bukur. Jam kurioze nga të lindi ideja për të bërë këtë këngë, këtë tekst, sidomos. Ideja ka ardhur pak a shumë nga inspirimi i jetës, edhe duke e pa qa pëlqejet në treg, edhe qa kanë pëlqy më shumëti nga muzikën që kam kriju, që janë të ritmit latin, muzika reggaeton, edhe për tema sociale, që gocat i kanë qef me ba video në për makinë, plazh, diskotek, një temë që mi ba njerëzit me kërcy. Edhe jam mënu me përshkru... Me pak fjalë ta ka kërku këtë lloj vibe. Kjo është vibe që ma kërkojnë gjithë. Gjithë njerëzit që i takoj, thojnë që muzikën reggaeton e bëj... Mas miri. Specifikisht mas miri. Kështu që jam mënu t'i jap diçka që po e kërkojnë. Edhe menoj që do e pëlqejnë. Tekstin e ke po vetë, besoj. Ta njetën tekstit i kam ba vetë. Ta njetën vetë tekstin. Nëse nuk shkruj ma tekst,
thuj ati managerit tem, lene babur se sa shmo, ka kenë për sa shmo. Arti është preferencë e personit që e shef, jo personit që e gjikon. Pra, dikush e gjikon një pjesë arti, dikush e lavdron, a kupton? Edhe ka edhe shumë njerëz që e shohin Mona Lisën dhe thonë nuk është aq e rëndësishme. A kupton? Da Vinci. Mirë, shiko, nëse flasim për zhveshje artistike, do të thënë zhveshje artistike për mua është niveli më i lartë i artit. Po atëherë pra, dhe unë këtë jam të thënë. Unë e kam Zhveshja bërë vulgare, video jo. që jam me zhveshje artistike. Zhveshje artistike, po. Se Po, ka edhe zhveshje sa- vulgare, ka dhe zhveshje Një minutë tash, artistike. edhe një femër e zhveshur është art në veti, është mrekullim Ylle, e bën me prej të shepe, madhe të mos Zot. fol më. Na jep dorën këtë. E në rregull. Sa i përket pyetjes për konceptin e klipit, kam qef ta ketat seriozitetin e sallës, gjyqit, seriozitetin e gjyqtares, prokurores, avokatës. Por të njëjtin kohë dhe këto gjyqtare, avokate, prokurore dhe këta din me e shiju jetën. Pra din me dal, me këcy, me jetu, sepse janë njerëz. Po kur janë punë, e kanë atë seriozitetin e punës, mas pune, jetojnë, shijojnë jetën si gjithë tjerët, a kupton? Por une doja që të dyja elementet e jetës, si serioziteti edhe qefi, Kur mblidhet ti një. ti mbledhja një. Do me thënë, pjesën e parë do ta mbajmë serioze me Serioz. sa gjyshi, me këto mantelat e vetë, se cila në pozicionin e vetë që është avokate, prokurore, gjyqtare dhe ndihmëset e veta. Dhe në pjesën e dytë, kjo salla e gjyshit shndrohet në një atmosferë festive, në një party, ku këto dalin në natyrën e vetë, që mund të jenë duke shkuar në një klub, në një festë dhe shijojnë muzikën e dolfinëve. Gjë tjetër që të diskutonim është puna e veshjes. Po. Unë s'të pyes asnjëherë si do vishesh se e di që e ke merak vet dhe e di që kombinosh aq bukur vet. Faleminderit, faleminderit. Kështu që Si në veshës, do veshëm stil amerikan, ashtu si jam njoftur, edhe ashtu si e kam nis. e ke ble si Po. veshje, e ke I kam, qep si... jo, e kam ble, janë me football jerseys, me football hat, po stil ashtu si jam vesh gjithmonë. Stil Se do kur e fina. kam ndryshu stilin, jam gjyku, kështu që jam kthy edhe herë në origjinë, si kur Skënderbeu, kur vjen kruj dhe i hek ato tesha, edhe i vesh ato teshat Ti gjithë kuptojnë e ti nacionale. pse gjithçka do ta lidhësh me historinë. Sepse po nuk e njoftëm të kaluarën, nuk e kuptojnë sotmen, edhe do e përsërisim gabimin e të kaluarës nesër. Që ke gjatë me analizu. Që ke gjatë me analizu Po këtë gjë. jeta filozofia është, mos harro, jeta filozofia është, asnjë gjë nuk vjen e lehtë, asnjë gjë nuk është e shkruar. Gjithçka ka atë Ti ciklin. beson që çdo gjë është e shkruar? Është e shkruar deri dikun, por ne kemi intuitin dhe free willin edhe ta ndryshojmë diçka që është e shkruar. Pra, do Shumë të jetë sistemi i shkruar, por si reagon ti në këtë sistem është komplet në dorë tane. Dolfino filozof, tani kuptoj pse shkruan ato lloj tekstesh. Cila është shpreha dhe motoja që ti ndjek mas shumë ti në jetë? Motoja dhe shpreha që ndjek më shumë jetë. Po. Beson Zot, beson familje edhe në shoqëri të vërtetë. Një person që nuk i ka këto treja, jeton një jetë shumë lonely, shumë të vujtur. Mendoj unë. Jeta nuk është e bukur, por nuk ishin këto treja në jetë. Po, bravo. Do të thonë besimi i Zotit, familja dhe shoqëria e vërtetë. Po. Që është çik në zhdukje në kohët e sotme. është. Është rrallë të gjesh një shoqëni që mbijeton dhe ta do të mirën në radh parë. Të do të mirën kryesorja. Të pëlqej motoja ime? Super, nuk di. Nuk e lëm pa fjalë sa Dolfinëm. Që Dolfinëm do ishte kaq filozof se do ma merrte mendja kurrë. Zakonisht takimet e mia me Dolfinëm zyra në 5 minuta, shohim klipin, ikim, ndryshojmë plane dhe hajt. Nuk ma merrte mendja që do ishte kaq filozof. Domethënë aq sa kuptova është që ti duhet të ishe një lexues shumë i mirë librash. Shiko, sa për pjesën e parë, Ëh. kur mos e gjykon një libër nga Kapertina, kapertina. Ajo është pjesa e 1. Ka pjesa e dytë, unë lexoj shumë, por lexoj për tema që unë jam e fiksuar.
A kupton? Për shembull. Për tema historie, sidomos për popullin tonë. Ato janë sene që i jap shumë vëmendje dhe kam lexuar shumë dhe jam marrë shumë. Se jam një qik patriot, por duhet jemi. Duhet jemi sepse mendoj që t'ishin shqiptarët i qik më patriot, do kishim shumë gjëra më mirë se i kemi sot. Për mendimin të. Me erdhin mendje tani, do futem kom TikTok, Po? edhe do shkruaj kush është këngëtarja më virale. Kush do ndalje para do ma këndosh live tani. Hajde. A di se unë kam TikTok? Ma menageri. Po futesh besoj, bën. Ma menageri edhe i shoki ngushti jemi. Unë s'futëm fare, se Do kam të thënë qa doni shifni aty, nuk ka fajton fenomi. E ka fajn menaxheri edhe shoku i ngusht. Që menaxheri i kritikon gjithmonë për postimet që bën. Shofim që na del. Qakin qenë për ditlinje, shdo për një për ditlinje. Zamër të em t'i e pine, për njani tjetë në alinë. Kësës den që mërzita, ti e den unë s'po shpiva. Atëri kjo na doli kënga e pare jotja, edhe këtë do ta këndosh tani këtu. Qakin qenë për ditlinje, shdo fundjavë ki ditlinje. Zamër të em t'i ma binde, për njani tjetë në alinë. Kësës den që mërzita, ti e den unë s'po shpiva. E Malkova dite, që na dësi o prisë. Zemra jem nordike, shumë eftof me hile, pje shile pa hile, Diego boqe boj lile, si ma ke gjetë pasforde, si ma ke hap telefone, ftyrë ta në shon lote, po vetë ke dash me gjetë kode, po I'm a player for life, një familja të një mic, një foto veç e ba like, I probably fuck it tonight. Kur se kam menu që kjo këngë do bote kënga ma virale. Dhe këngët që artistët nuk i presin ato esin mas shumëti. Kjo Kur ke shumë besim të forte në këngë, asnjëherë nuk ecën. Është po. Është e vërtetuar me kjo gjëja, ndërsa ai që sa pret mendja, ajo ecën. Unë them gjithmonë që këngët vajbet. Më fal që do ta them këtë gjë. Po? Po s'ma mban në bar ku pa e thënë. Thuje. Unë kam dëgjuar një super këngë tënde në studio. Kanë ngel në arkiv dhe besoj do rri në arkive. Nuk i dije. Unë thash, unë besoj në Zot edhe nuk duhet t'i bi kujt në qafë. Po u sollën mirë, që zakonisht nuk sillen mirë, nuk do t'ketë masaka. Po u sollën keq, do t'jetë pushtim. Edhe kam verifiku për para që dita pushtaj lojën me kështë gjanash. Ja ka nis këtë trep shëp tash i hajde nalle Kur ta nisit e ko kalde dhe lava i alde E kam thojnë i këtë talje, hajde nalle Kur ta nisi krejt klubin shori dhe dhe ma ka dalle Veze tash ma shpek jo trek i rate Veze digi krejt se u baba jante Pëna nike si kalina me hit makina Shiron keshe bohoj diken patatina Rick Kingsbridge brënds të Amerikës Mes geros me dhibazi Puerto Rikës E do tjera si ku Republikës Dominikane Noshta duket si shpanjolle na qa shkodrone Si cigane, braziliane Cause she spray tan për sot marte That make white girl with the coffin She sniffing white girl in her office Mami qa po thu tani Asi gjas kam koptu zemrën far po jam shumë dru tani Nuk e di ku do me shku tani Put my back on the wall and I ain't tryna move tani So trekirate, 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 trekirate